Fryti i së vërtetës. Fjalët e Elohimit në zemrën e dikujt. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 21. Fryti i së vërtetës. Zemra, hiqni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjini tokë të mirë, mbyllni farat e së vërtetës dhe jepni fryt duke kultivuar të vërtetën. Rikthimi i tokës. Gjeni të pavërtetën që Bibla thotë të hidhni ose të mos bëni, hiqeni nga zemra dhe bëjeni tokë pjellore. Mbjellja e farave të së vërtetës. Gjeni të vërtetën që Bibla thotë të ruani dhe mbyllni farën e së vërtetës në arën e zemrës të bërë me tokë pjellore, kultivoni atë dhe jepni frytin e së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Fryti i së vërtetës. Projekti. 1. Projekti, hidheni. 2. Projekti, mos e bëj. 3. Projekti, mbaje. 4. Projekti, bëje. IV, projekti, bëje. Nxirreni të pavërtetën nga zemra juaj dhe bëjeni tokë të mirë. Mënyra e jetës. Zbulesa 4:3. Hebrejve 10:20. 1 Pjetri 3:7. Ju burra, gjithashtu, jetoni me gratë tuaja me urtësi, duke e çmuar gruan si një enë më delikate dhe e nderoni sepse janë bashkëtrashëgimtare me ju të hirit të jetës, që të mos pengohen lutjet tuaja. 1 Pjetri 3:8. Dhe më në fund jeni të gjithë të një mendjeje, të dhembshur, plot dashuri vëllazërore, të mëshirshëm dhe dashamirës. 1 Pjetri 3:11. Të largohet nga e keqja dhe të bëjë të mirën, të kërkoj paqen dhe të ndjek atë. 1 Pjetri 3:15. Madje shenjtëroni Zotin Perëndin në zemrat tuaja dhe jini gjithnjë gati për t'u përgjigjur në mbrojtjen tuaj kujtdo që ju kërkon shpjegime për shpresën që është në ju, por me butësi e me druajtje. 1 Pjetri 3:16. Duke pasur ndërgjegje të mirë që, kur t'ju padisin si keqbërës, të turpërohen ata që shpifin për sjelljen tuaj të mirë në Krishtin. 1 Pjetri 4:1. Sepse duke qenë se Krishti ka vuajtur për ne në mish, armatosuni edhe ju me të njëjtin mendim, sepse ai që ka vuajtur në mish pushoi së mëkatuari. 1 Pjetri 4:7. Tashmë fundi i të gjithave u afrua, jini, pra, të përkor dhe rrini zgjuar për t'ju kushtuar lutjeve. 1 Pjetri 4:8. Dhe të keni para së gjithash një dashuri të madhe për njëri tjetrin, sepse dashuria do të mbulojë një shumicë mëkatesh. 1 Pjetri 4:8. Jini mikpritës njëri për tjetrin, pa murmuritje. 1 Pjetri 4:10. Gjithsecili le ta vërë në shërbim të tjetrit dhuntin që ka marrë, si kujdestar të mirë të hirit të shumëfarshëm të Perëndisë.